ekziston Muzeu i Dështimeve. Gabimet më të mëdha njerëzore gjenden në këtë muzeu në Stockholm të Suedisë. Aty ka ide dhe projekte të mëdha që kanë dështuar duke filluar prej teknologjisë e deri tek tregu. Për shembull, Apple Newton ishte tablet i hershëm nga Apple në vitin 1993. Synimi ka qenë që të bëjë asistent personal digital për kontakte dhe shënime. Ishte i shtrejt, i ngadalshëm dhe shumë njerëz nuk dinin ta përdornin. Google Glass, syze inteligjente me ekran të vogël në vitin 2013, ku synimi ishte me u pa informacionet përmes tyre, kamera e mesazhe. Dështoi sepse njerëzit ndiheshin si të vëzhguar dhe nuk e konsideronin praktike. Parfumet të çuditshme nga Harley Davidson, ku mundua me lidh emrin e parfumit me brendin e kompanisë së motocikletave, por dështoi se aromat nuk i pëlqenin publikut. Si dhe një lojë e quajtur Donald Trump, ku synimi ishte që lojtari ta merrte rolin e Trumpit duke udhëhequr pasuri, biznese dhe politikë. Në mënyrë që më u kriju një lojë satirike, por u hoq nga treku sepse filloi të përqeshej. Por pse duhet të vizitohet ky muze? Për të kuptuar vizitorët nga dështimet dhe të guxojnë me provu ide të reja. Për me kuptu që gabimet janë njerëzore dhe se edhe kompanitë më të mëdha në botë dhe më ambicioze munden me dështu. Ky muze po ashtu shërben që të argëtoj njerëzit ku ata mund të shohin projekte të mëdha dhe të çuditshme që nuk funksionuan dhe mbeten histori. Teknologji që nuk u pëlqye e parfume me aromë të pakëndshme. Një udhtim inspirues ku gabimet janë pjesë e qenies njerëzore dhe nga ato lindin ide të mëdha. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin tonë Molte TV.